Këtyre që kanë këtë teorinë konspirative që ti e ndarë me Ilir Metën, i një ndarë kot, i jep një përgjigje fare të shkurtër? Po mima, si unë që jam ndarë kot. Po të mos isha në pak, po pra. Se këtu njerëz janë problematik shumë. Tu nga i herë duhet me ndru popullin, jo qeverinë. Popullin së ndrëndës? Po pra, popullin së ndrëndës. Ska popull që të vi këtu? Po, po them që... Që të ketë popull që të vi këtu, Monika... Tani, unë në ndjerë sekretaren time... Me këtë lloj qeverie... Asistentja ime, Sara Alvora... Me këtë një qeverisur ju këto 35 vjetë, do popull vdes. Ti nuk ri do të pa folë, ti dhe në 3 neve për të folur, edhe prap fletë. Po, po, do t'jap video ndë, do të shikosh se po më bën si Lulbasha, dhe do të shikosh që vetëm ti ke folur. Jo vetëm ti ke folur. Po unë do ndryj... Po Lulbasha, del për ti televizor më unë kam 11 muj pa dalë televizor. A i del dhe me ramën, kështu që. Ato bëjnë dhe disë njëri tjetër, jo falemderit, nuk bëjnë disë. Se ti, po ti e mund atë. Tani, unë nëzora ndimësja ime, asistentja ime, u bë me fmi. Sara Alvora. Dhe unë nëzora në status edhe urova, edhe mirë se erdhe në klubin e nënave. Tani u bë? Po. Dhe të gjithë njerëzit thanë u bë Monika Gjyshe. Edhe pse gjithë njerëzit e din që vajzat e mia e kanë emrin Bora, Era, edhe djali Besar, ato prap thanë kjo u bë Gjyshe. Kështu që historia e çështjes. Po si, e ka thënë në mënyrë metaforike, kështu se. Jo më shoku, isha mesazh pafund, ti je të gjithëve dhe ka thënë. Se thanë u bë Gjyshe. Tani, kjo dy gjëra. Ky argument që thoni ju do të kishte vlerë nëse Monika nuk do të ishte marrë në hetim nga Spaku. Përsi do ndaheshte Monika me Ilir Metën falso, kur edhe Monika është në hetim, pra avokati zotit Meta, zoti Gjokuta, i tha prokurorit, zotri tha, pse nuk arrestohet dhe zonja Kryemadhi, si që është arrestuar zoti Meta. Dhe a i tha, ne do të arrestonim dhe zonjën Kryemadhi, tha, por problemi ishte, tha, që nga hetimet që bëm, kërkuam operacionet plastike, tha, dhe gjetëm operacionet, tha, të cilat ishin shëndetësore për kancerin dhe vazhdojnë, tha, që është në mjekime e sipër. Pavarësisht se ne mbajmë fasadën në rregull. Se kemi marrë këtë smundje nga Edi Rama, që rregullojmë fasadat, dhe tha, nga 34 fashikuj që ka gjithë dosja, 7 fashikuj janë gjithë analizat e Monikës, gjithë operacionet e Monikës që kanë qënë heqja mitrës, qafa mitrës, kanceri këtu, kanceri atje, të gjitha, që ju e keni vuajtur vetë dhe i dini vetë se si janë. Po s'ka po patim shumë se një kanceri keni vetë. Ata thanë duke qënë se, jo, janë ato, se ato përsëritën dhe ty mund të dalin disa herë. Kështu që në gjithë këtë histori, që ta mbyllim një herë për gjithmonë historinë e divorcit, është thjesht një justifikim, sepse duke parë që metodologjin dhe lojën që ndoqi Edi Rama me Erion Velin kundër familjes tonë, i ku i kaloj kufit e normalitetet, si kaloj dhe kufin e moralit politikës, kaloj më lartë se që duhet dhe normal që ndoshta mund ndihen edhe fajtor, ndoshta mund ndihen edhe keq, se dashe pa dashe në gjithë këtë tërmet të familjes tonë, ndërhyrja në mënyrë, po themi, sistematike, nëpërmjet dezinformacioneve nga njerëz pranë Ilir Metës, sigurisht, por edhe nga ata të cilët inicioheshin nga Erion Velia edhe të tjerë, sigurisht që pati këtë dilemë. Megjithatë, unë ajo që nuk ja fal asnjëherë Ilir Metës dhe gjithë njerëzve që kanë qenë pranë Ilir Metës, është që çfarëdo që të kishte bërë Monika Kryemadhi nuk e meritonte atë poshtërim publik që ata ja bën asaj. Kështu që pavarësisht nga kjo, njerëzit si puna ime duhet kuptojnë gjithmonë që kur të tjerët i dopti të poshtëron, i forti të respekton. Jemi të qartë. Edi Rama pasi ka qeverisur për 12 vite, Monika, kërkon mandat të 4. Ka gjasë që ta fitoj dhe këtë mandat. Pse mendoni se jemi në këtë gjendje që fitoria e Ramës, thoj se nuk diskutohet që do të ndodhë, pse nuk i gjallë shpresë opozita? Nuk mendoj që është kjo, mendoj që kjo është një perceptim edhe një lavazh truri që bëhet opinionit publik, duke thënë që ky do të bëj këtë dhe këtë dhe këtë. Mos harrojmë që vetë lufta në Ukrainë, në Siri, situata që kalon Bashkimi Evropian, edhe situata në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Lidhe dhe me Sirin thua? Po patjetër, sepse ju kërkohet një stabilokraci në Shqipëri. Kjo lloj stabilokracie që ne dim shumë mirë që Edi Rama shet çdo gjë për pushtetin e vet. Çfarë ju duhet ju? Ju duhet kjo? Po merre. Ju duhet kjo? Po merre. Ju duhet kjo? Pra, domethënë shet çdo gjë për të mbajtur pushtetin e tij. Kështu që mos u çudisni që në të gjitha kënd vështrimet e veta, ai do të jetë shumë ju duhet një autokrat, nuk ju duhet demokraci. Çka Rama që t'ju jap këtyre përveç asaj të Melonës? Po pse pak është ajo Melonit? S'është pak ajo. Ajo nuk është pak. Nuk është pak ajo.
Se ajo është një pjesë Italie, pra një burg. Melona, se shpare me Ukrajinën me këto, se është bërë me Trumpin. Po, s'ka që me Trumpin. Nëse e lidhe shumë lartë, ike shumë lartë. Jo, s'është larga, jo. Ike larkë. Zoti Rakipi në shpinë tuaj, keni tualet ju? Po, kam. Ashtu. Prandaj duhet në çdo rajon duhet dhe një tualet. Ti thua që Edi Rama ne përdorin këta si tualet. Që ke plerat, që ke mbetjet e rrezikshme, tek të burgosur. Mos po i përdor dhe Edi Rama këta pak si tualet. Po patjetër, pse për çfarë po i përdor? Se çfarë? Edhe Edi Rama, mos po i përdor dhe Rama atë. Edhe ti, Edi Rama ka kthyer Shqipërinë në një tualet të vendeve të caktuara. A ti ktheu Kina mbrapa? Opozita thua ti nuk ka faj fare në këtë histori. Patjetër që ka faj opozita, dhe opozitën fajin kryesore ka unë dhe Lulzim Basha. Dhe ne jemi shkaktarët e gjithsej situate. Duke filluar që nga djegja mandateve, bojkotin e zgjedhjeve lokale, i adham gjithë pushtajtet Edi Ramës, më pas që nga gjithë rënimin i kauzave të opozitës, që ke teatri, që ke rruga kombit, e tjera me radhë. Ke iden që Lul Basha bënte çfarë më vete pa pyetur doktorin? Basha, që ditën që i kanë refuzuar vizën amerikane në 2018, në tetor të 2018, Lulzim Basha u kap nga Edi Rama dhe u përdorë në mënyrën më perfekte. Pa joni gjithë dhe ishte që ishin listën e kandidatëve të opozitës. Është kjo si me mira, jo? Shiko, mund të kishte më mirë, mund të kishte dhe më keq. Për mua nuk ka rëndësi, për mua e rëndësishme është që Sali Berisha njishi listës që unifikon Partinë Demokratike, për mua nga Partia Lirisë është Ilir Meta që unifikon votën e LSI-s dhe të gjithë faktorëve brenda LSI-s dhe jashtë saj dhe të socialistët të zhgënjyer në emrin e tij. Kështu që kjo është gjëja më e mundshme dhe të dy kanë vendosur një, po themi, vendosja e Ilir Metës në listën të hapur i ka dhënë një maksimizim të votës në Tiranë. Nuk e di për qaqet e tjera, me atë që pash për Durrësin dhe çka kam ndjekur, Durrësi është mirë, edhe Elbasani diku mirë, në Fier do t'i duhet punë shumë e madhe, mos harrojnë, ajo që unë ndjej që është shumë e vështirë, por pavarësisht nga kjo, unë uroj që Zoti Bardhi të ketë mundësi që të eci përpara. Lufta Tiranë, Fier, Durrës, Elbasan bëhet. Ç'mendoni këto partitë e reja që kanë dalë, Monika, si ke parti, se ti merr vesh shumë nga këto fushatave? Shiko, për shembull, në qoftë se ato do Qori, Sheaj, Lapaj, Shabani. Në qoftë se ato do të jenë të sinqert në atë që thonë, që është pak skeptike, megjithatë është për të parë, mendoj që të tëra partitë e reja kanë një lloj përfaqësojnë dy rryma brenda Partisë Socialiste. Salvavitat e tyre. Të gjithë partitë e reja thua ti. Megjithatë për të parë është. Qori, Sheaj, Lapaj dhe Shabani janë me PS. Është shumë e vështirë, unë kam kaluar vetë këtë lloj skepticizmi në 2004 kur është themeluar LSI-ja, do një punë shumë të madhe, do kurajo shumë të madhe, do forcë shumë të madhe, por dhe sigurisht që sot është bërë shumë e vështirë administrimi një fushate elektorale, financiarisht, sepse është bërë shumë e shtrenjtë, mos harrojmë që futja në loje bizneseve në politike ka rritur jashtëzakonisht shumë koston e fushatave elektorale, dhe kështu që dhe ata vetë do t'ju duhet nesër të përballen, po themi me skeptikët e tyre, ku i gjeni burimet, ku i gjeni të ardhurat financiare, se sot ato janë të pa atakueshëm,